përmbahen zgjedhjet e reja parlamentare. Por në bazë të matjeve të reja, të opinionit publik, omnibusi, si që po quhet, që zhvillohet nga kompania UBO Consulting, dhe ku merr pjesë edhe televizioni Dugagjini me disa pyetje, na ka dalë një rezultat goxha interesant. Interesant për shumë çka, për shumë arsye. Por ajo që është esenciale në këtë rezultat është se lëvizja vendosje po bie në votë, me gjas njerëzit kanë fillu ta kuptojnë që ajo është shkaktarja kryesore e kësaj bllokade, ndonse është fituese zgjedhjeve nuk dëshiron të krijojë institucione dhe qeveri, dhe ka zgjedhur që në këtë mënyrë të mbaj kuvendin peng qeverinë e uzurpuar për të vazhduar projektet e saj të mrapshta, sepse nuk shoh projekte marrë derisa ti nuk i legitimitet. Dhe këto rezultate lëvizjeve vendosje e kanë nxjerrë në 37.3%. Pra ka rënë nga 43, rreth 5% ka rënë nga rezultati i zgjedhjeve të fundit. Partinë Demokratike të Kosovës e ka nxjerrë me 20.6%, Lidhjen Demokratike të Kosovës 16.8%, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës 4.6%, pra me këtë rezultat nuk e kalon pragun, Lista Serbe me 3.8%, të tjera 6.4%, Nisma e Fatmir Limajt 2.1%, Lista Familja 1.5%, PD, Partia Drejtësisë e Ferit Daganit 0.4%, AKR 0.1%. Nuk e di i pavendosur 4.3%, edhe refuzant përgjigjet 2.3%. Ky rezultat, nëse konfirmohet, pra në rezultat përfundimtar, atëherë vetëvendosja merr 50 deputet, PDK-ja merr 28 deputet, LDK-ja 22 deputet dhe minoritetet 20 deputet. Dhe Kuvendi i Kosovës, nëse prap konfirmohet ky rezultat në zgjedhje, do t'i ketë 3 parti të vetme shqiptare, të cilat do të detyrohen patjetër të krijojnë koalicione, të krijojnë një shumicë parlamentare. Por ky numër prej 50 deputetësh, vetëvendosjen nuk e le më të qeverisë e vetme.